Skënderbeu, i dhënë edhe ai me mishe me shpirt, pas veprës së re. I la armiqt për një grim që ishit të qetë, por me qenë se gëlqerja, gurët dhe gjërat e tjera të nevojshme. Për ndërtimshin ishin grumbulluar që më parë. Kështjella u rrethua me mure brenda një kohe shumë të shkurtër. Zor të thuash brenda një 6 mujore. Njëkohësisht, u ngritën edhe disa ndërtesa private dhe konaqe të ushtarëve. Të tjerat u lanë për të ndërtuar dhe zgjeruar dita ditës. Vendi prej natyre, shumë i mbrojtur edhe gati i paafrueshëm. Nuk mbeti as pa paqësore, as pa gropa. Ai u sigurua gjithashtu me burra, me armë dhe me mjetet e tjera të mbrojtjes. Prej krujës u sollën disa përdredhorë dhe i u dhanë, siç thanë, atyre të kështjellës për përdorim të caktuar. Pasi mori fund kështu këto punë, panët e Skënderbeut në krye u futën në viset kufitare të turqive, dhe duke qenë pa mbrojtës, i zhveshën gjithashtu edhe nga gjërat e tjera, e pjesë bashkë me kapedanin të ngarkuar me plaçk të shumë, u kthye në krye. Pjesa më e madhe u la si roj në kufi për të mbrojtur si zakonisht dyert e mbretërisë. Sepse, megjithëse me anë të ndërtimit të asaj kështjellje, ishin marrë mirë të gjitha masat për mbrojtjen e Karqinës, prapse prapi. Roja zakonshme nuk u thirr me asnjë mënyrë nga ato toka, derisa vendi i tyre ishte larg Modrisës. Më se 4000 hapa. Veç të saj, ushtria nuk mbaja atje për të njëjtin synim që mbaj në Modris, por në radhë të parë për të spasuruar sulmet e kufitarëve dhe për të mbrojtur vendin nga mësymjet e fshinj. Kur vinin me të vërtetë armiqt, kjo roje që s'mund të madhe me ta, tërhiqej në përqafat e maleve e në vende më të sigurta, apo ikte në vise më të brendshme të krajinës. Dhe të ardhur në qytet, Skënderbeu, duke dashur që të bënte ndonjë gjë të shënuar, dhe t'i zgjeronte, po të mundte në ato gjendje të punëve, në ato andrallat të Tiranit. U fiti mbretërisë së vet. Thiri me një herë parin që ndodhe atje, disa nga radhat e ushtrisë dhe filloi të fliste para tyre, dhe të shprehte mendime dhe mëposhme për nevojën e luftës dhe llojin e detyruar që duheshin bërë. Mjaft më mendoi kapetan dhe ushtar kryetrima. Kemi pushuar gjermësot larg armëve, larg luftës dhe vetë trimërisë, të dhënë pas dasmës së pazakonshme. Mjaft e kemi festuar fitoren kundër Muratit, duke kaluar kohën me argëtime private dhe publike dhe me rindërtimet e ndërtimet qytetesh të reja. Ka kaluar një vit tani, që kurse unë po vyshkem në plagështi sikur ndonjëherë, që kurse ne s'kemi parë ndonjë armik me sy dhe s'kemi dhënë ndonjë provë trimërie. Dhe thuaj se në një mënyrë e tillë gati jetë ju i pret, nëse nuk do të frymëzoni nga mendimet të tjera dhe nuk do doni të përfitoni nga rasti i fatit të mirë që na është paraqitur për qëllime më të mira. Dhe me të vërtet barbari, i zënë siç e kish marrë vesh me luftën perse, e ka haruar Epirin, na ka haruar ne bashkë me armiq të tjerë. Paqja dhe pushtimi kanë mbetur për ju. T'i gëzoni sa të doni. Por a ka gjë më turshme për burrat trima, se sa të mos dinë të përfitojnë nga rasti, jo për të cilën, sidomos njerëzit, duhet të japin llogari. Përkundrazi, rasti i mirë duhet të na nxjisë për të rrëmbyer armët, për të ndërmarrë edhe punët më të vështira, kur armiku është i zënë gjetk. Por më mirë të themi vetë Perëndia juaj, kanë hapur juve rrugë për ku të doni, pa derdhur pikën e gjakut. Dy janë kryesisht rastet për sukses në luftë. Kur armikun e shikon ose të zënë me të tjerë, ose të dëmtuar. Dhe në zgjendje ndodhen punët e Mehmetit, të pa patër nevojë t'i besoj tjerëve. Na e tregon delegacioni i tij që sapo largua, tribut na kërkoi i pabes, që po t'i jepnim, do të na sillte paqe me kënaqësinë më të madhe. Ne ja mohuam me guxim të gjitha. Tani na mbetet të tregojmë se me çmendim dhe qëllim ja mohuam. Apo mos duhet ta durojmë kështu për gjithmonë humbjen e Svetigratit. Mos duhet gëlltitur gjitha ato dëme, gjitha ato shkatrime që kemi pësuar nga Murati. Ku van kërcënimet tona krenare, planet tona të mëdha dhe aspiratat e larta. Sa i kemi zgjeruar kufit e kësaj mbretërie me fjalë, sa vend të Maqedonisë kemi shtruar. Gjerkuri kemi përzënë turqit me bisedime, të kota ndërmjet nesh. Vonë, në këtë mënyrë, kemi për ta vënë në vënderin e dikushëm të arbërit. Vonë kemi për ta fituar lirin dhe për të ringjallur shekujt aq të dëshiruar të parëve tanë,
Përkundrazi, ne po mbasim për ditë diçka nga ato që kemi, derisa nuk mendojmë jo vetëm të zmadojmë mbretërinë tonë, por as të marrim hakun për gjithë këto fatkeqësi. Por ç'është e vërteta, planet tona i kanë penguar gjërat tani nevoja, i kanë penguar zjarret më të mëdhenj dhe çaste ngjarjesh, nga më të vështira. Tani duhet përpjekje, ushtar që të mos na i pengoj, ata plogështia dhe kujdesia jonë. Armiku duhet kërkuar dikur, duhet kërkuar me ngunë, e nuk duhet pritur nga hera. Mjafton që ju të doni ta dëshironi, arsyet për ta vënë në veprim, primërinë, nuk na mungojnë, as rasti për një lavdi fort të madh. Jaspet Ingrati, prej kohësh, i ka shtënë sytë tek ju si fitimtar dhe po ju pret. Ju frikson? Ndoshta rrethimi i vitit të kaluar dhe përfundimi i keq që patëm, por unë s'kam ndërmend që t'ja hedh në një stërmundim si ai dhe në një rrezik aq të dukshëm. Nga ana tjetër besoj se e kanë paksuar shumë vështirësi në këtë rast. Gjithë ato fitoret tonat, vetë vdekja e Muratit dhe gjendja tani shmarrmiqme. Veç kësaj, nuk do t'ju mungojnë përdredhoret e çdo lloji dhe mjetet e tjera, të cilat do të bëjnë që afrimi juaj për në qytet kundër armikut të kryhet sa të jetë e mundur më tepër, pa derdhur gjatë. Sa për të tjerat, do të na mësoj vetë çasti dhe armiku. Kur ta kemi përpara? Unë nga ana ime zguxoj t'ju zotojmë për atë, pa mundin dhe gjakun tuaj. Do sakrifica, sidomos e kërkojnë nga vdekësirat, edhe perëndit e pavdekshme. Dhe burin time, e s'do t'ja di, aq më pak i trembet para se ta bëj. Por në qoftë se ju, ja kini aq fort frikën Svetigradit, jo larg janë qytetet dhe kështjellat e tjera të armiqve, me të cilat mund të vijnë në vend ky dëm dhe të përmbushet dëshira jonë, në një largësi të barabartë që këndej, e ndoshta më të vogël se sa Svetigradi, do dhe qyteti i Belgradit. Sigurisht, jo i pa denjë për djersën dhe gjakun tonë, po të mbajnë parasysh shpërblimet dhe lavdin. Për tepër se kujdo, duhet të na vit turp mua, sepse përmbushet viti tani që po komandoj këtu bashkë me ju. Dhe po i shikoj gjithë ato seli të të parëve tanë. Gjithë ato qytete të njerëzve të një gjaku me ne, dhe të gjithë ato stolira, të mbretërisë periote, për turp në robëri të armikut. Të mos lejojmë pra, të paktën, dhe e tutje të na shikoj kot koha, të ndjekim edhe në shembullin e persëve, i vëmi pas fatit që na kanë dhënë perëndit e pavdekshme. Kështu do të zgjerojmë kufit e mbretërisë, do të shtrihet më tej liria, do të marrim hakun për dëmet që kemi pasuar, për fatkeqësitë e juaja dhe çka unë e quaj gjën më të bukur, do të shtoj rinia, ka plogështia dhe përtatësia. Unë do të mendoja se do të na duhej të marrshonim, edhe sikur të mos kishim për të bërë gjë, do të na duhej të mirë të marrshonim sesa të zvetërojmë shpirtin e ushtarëve. Duke luftuar me fshatarët, kufitare dhe me pagotin, nga lakmia për plashk. Baba, Alfonsi im, e sa princer të krishterë. Gjitha të pare e gjitha të dhurata, shumë të mëdha, nuk na i dërguan që të rrim në shtëpi, dhe të kalojmë kohën pa bërë gjë. Me gostira, në mes, këngësh e dëfrimesh dasmore. Po që të armatosur me përkrenare, të vërtitemi në mes të djersës dhe të gjakut.